Të dashur qytetarë dhe qytetarë, ky parlament ngjet sot me parlamentin fals, me parlamentin kalp të një regjimi në të cilin një njeri ka marrë çdo pushtet, në të cilin një njeri arrin të bllokoj vendimet e gjykatave të prokurorisë për vjedhje monstruoze ndaj qytetarëve, në të cilin një njeri arrin të ushtoj një presion të tmerrshëm, të gjithanshëm, banditesk mbi gjykatën kushtetuese. Mbi të cilin një njeri ka vendosur me vendim të fshehë të gjitha shpenzimet e tij. Kjo praktik ka ekzistuar vetëm në diktaturën komuniste, kur për Enver Hoxhën, për arsye të sigurisë kombëtare, por jo për Mehmetin, po vetëm për Enverin, shpenzimet ishin në një llogari të veçantë që përveç në xhmijës askush si kontrollonte. Ky është parlamenti të dashur qytetar. Ky është parlamenti që mlidhet në ditët e krizës më të thellë, e akteve më antidemokratike, në një kohë kur një ministri është zbërthyer me të gjithë qenjen e saj nga mesazhet, fotot, dokumentat e tjerë të gjetura në telefonat e Erviz Berberit. Në një kohë që një kryeministër është i kapur në qark, si miu, në telefonat, me mesazhet në telefonat e Erviz Berberit. Në një kohë që vërtetohet se oferta 140 milion euro për ndërtimin e tunelit Llogaras u zëvendësua me ofertën 190 milion euro të kompanisë turke pas udhëtimit në Ankara te Edi Rams me atë që quhet Lubi Balluku. Në një kohë që vërtetohet nga Banka Botërore se 90% e të gjitha fondeve të investimeve, 90% të gjitha fondeve të investimeve vidhen dhe nuk gjinden.